Koordinatorja e lëvizjes Vetëvendosje Dejona Mihali thot se PDK në terren deklaron se do të bëhet një koalicion me partinë e tyre. Mihali përmes një shkrimi në Facebook shkruan se sot ka pasur zhvillime të reja nga opozita, gjërsa shton se deklaratat për koalicion vijnë nëpër takime të vogla, nëpër fjalë me rrotulla dhe ala shik. Sot pati një zhvillim të ri nga opozita, nuk foli Memli, u desh të fliste Vlora Çitaku, dihet kur del Vlora. PDK në terren para zgjedhjeve, gjatë zgjedhjeve dhe pas zgjedhjeve, edhe këto ditë ka thënë që ka me bo koalicion me ne, pra me lëvizjen. Këto ua ka thënë njerëzve nëpër takime të vogla e nëpër fjalë me rrotulla, ala shik, siç din vetëm ato të sajojnë insinuata, me të cilat krijojnë rrethana të përkohshme në terren. Javët që kaluan nëpër Kësineja e zinxhiri fjalësh që i përcjellin nga Kafeneja në Kafeane, e shpërndajnë Gjoja Infon se tashmë është arrit dakordimi, ka shkruar Mihali. Ajo pohon se PDK është katandisur në konglomerat të kafexhive në qytete e fshatra, ashtu sikurse grupi parlamentar i tyre, ca të Prishtinës e ca të Rrethinës. Se PDK-ja është katandisur në konglomerat të kafexhive në qytete e fshatra, si grupi parlamentar i tyre, ca të Prishtinës me Rrethin, ca të Sami Lushtakut, kjo po dallohet çdo ditë më shumë. Një ditë edhe shoqatën e gastronomive do ta rrëmbejnë edhe formalisht, edhe ashtu ai strategji kanë, kafe më kafe me shpërndash pifje, përfundon koordinatorja e lëvizjes Vetëvendosje reagimin e saj.